Punonjësit e minjerës së Bakrit në Ospaq të Mirditës e kanë përshkalluar reagimin e tyre këtë të hënë, duke ndaluar punën dhe u grumbulluan në hyrje të kompanisë Tete Albania. Rreth 70 minator protestuan sërish, ku nuk munguan as përplasjet me përfaqësuesit e kompanisë, duke detyruar ndërhyrjen e policisë. Minatorët kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës, rritje të pagave dhe garanci më të lartë sigurie në galerinë e minjerës. Ata paralajmërojnë se protestat do të vazhdojnë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Përshëndetje, unë quhem Alberto Shpreni, një nga minatorët e Spaqit, që kërkojmë jo luks, kërkojmë vetëm drejtat tona të organizohemi në sindikat, që ky punëdhënësi padroni i madh nuk na e pranon. Kërkojmë që këta të shpërblehen, të marrin dinjitetin e tyre, të mos gjunjëzohet para një pronarit të ligjit. Problemi është se mund drejtën e brigadierit, punëtorit, gjitha korruptu fare këta. Paga ult, tot me një gjoku shë page, sa i pastrus. Kushtet e punës me plona 2 maska së të përballohen dot. Na ka shgënjur me rrogat me të tana. Tani dom një drejtësi mbrana ligjit, mbrana kushtetutës Republikës, mbrana tona parimeve bazë. Bëjmë kërë sa herë hi mbrana në galeri e kur dalim, prej pa sigurisë, pa gjonat. Mbrapa 30.000 lek, 20.000 lek i timër kamarera bës. Në mbështetje të protestës kanë qenë edhe përfaqësues të Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë. Të dashur minator, vëllezërit punës, sakrificës dhe dignitetit njerëzor, në emër të Konfederatës Sindikale të Shqipërisë dhe gjithë strukturave tona sindikale mbar vendin, shprehim sot solidaritetin ton të plot, të pakushtuar dhe të sinqert me minatorët e minjerës Bakrit, të cilët sot janë në një grev pa afat. Të dashur minator, besoni në forcën tuaj, në forcën e organizimit sindikal. Historia e lëvizjes punëtorë në Shqipëri dhe në gjithë botën na mëson një të vërtet të thjesht për themelore. Asnjë punëtor nuk ka fituar kur, asgjë i vetëm. Por kur punëtorët bashkohen, kur organizohen sindikat, kur flasin me një zë dhe mbështesin njëri tjetrin, atëherë asnjë pushtet, asnjë kompani, asnjë investitor i huaj apo vendas nuk mund t'i përkul dot ata. Kauza juaj është kauza punëtorëve shqiptar për një jetë të ndershme, të sigurt, me dinjitet. Në emër të gjithë anëtarëve të Konfederatës së Shqipërisë, në mbar vendin, ju shprehim respekt, solidaritet dhe mbështetje të plot. Fuqia juaj është bashkim. Nga ana tjetër, kompania turke Tete Albania i ka hedhur poshtë pretendimet e protestuesve dhe përfaqësuesve të sindikatës. Në reagimin e saj, kompania thekson se nuk është kundër dialogut, por sipas saj, sindikata nuk ka paraqitur dokumentacion të rregullt, ndaj edhe ka refuzuar takimet me palën sindikale.